Përgjigjesh shumë kollaj. Po, patjetër. Unë në rrjetet sociale u doli edhe pak më përpara nga biseda, i postoj gjëra dhe i lë, si thua, për t'i publiku dhe për t'i komentu ose për t'i perceptu vetë publikut. Kur ka komente, unë nuk para kthej përgjigje sepse e para e punës nuk kam kohë, e dytë e punës zgjedh që të ri ashtu si komunikim, jo për t'i shpërfillur. Ndaj komenteve negative që kanë lidhje me mua si land nuk reagoj, sepse jam shumë i ftohtë, po komente negative që kanë lidhje me palë të treta nuk kanë vënd fare tek Instagram ose tek. Do të thënë që ti që mund të shash fjalë negative për mua, okay, dakord, por që ti të flasësh keq për një palë të tretë që nuk e mbron dot veten, nuk je fare mirëpritur aty, edhe nuk të dua në Instagramin tim. Ishte shumë i qartë. Edhe që vërtet. Gjitha pinkë. Vazhdojnë me pinkë, po ka shumë, ti mbaroj unë. Apo të t'lat ca? Ja, më ndet sa, më ndet. More, apo. A është ndonjëra këngë juaja dedikim për një femër? O, bo sa pyetje të bukura i bin këtij, valla. Këto pinkë që janë të zeshme. Jam pink pra. Jam pink. Faktikisht këngët tona në përgjithësi kanë qenë dedikime për histori. Po. Për histori dashurie, për histori ndarjesh, për histori cilat kanë një bazë, pra është e përjetuar diku. Po specifikisht për një vajzë të caktuar, jo. Mesazhe më? Mesazhi është, po ja, edhe te mesazhi jemi. Është historia jote, me histori, është dhe historia ime, po është dhe historia e Florit. Kështu që janë të dedikuara me histori. Po. Histori. Things and stuff. Ta kapun një pink tani. Kape një pink tani, sikur të jetë bloze tani. Një pink tani të jetë për ndarje. Atëre, kemi. Dolje? Ja ishte bingo plak. A të kanë tradhtu? Nëse po, a i ke falë? Ishte super pyetje, kam dorë. Urdhëro. A të kanë tradhtu? Po dhe po. Edhe të kanë tradhtu, edhe i ke falë. Po dhe po. Zuar. Mirë. Ja më ta kapi blun. Kapi blun. Në krahët e kujt do të doje të ishe? Në këtë moment? Në këtë moment do doja të isha në krahët e vajzës time. S'kam çfarë bëj. E ndej mungesën. Tani. Vazhdoj me këtë portokallinje, se sikur që ka më ndryshe. Po. A ka persona që nuk e meritojnë praninë tënde? Po kam, po janë vetë përjashtues. Ka. Janë vetë përjashtuar. Janë vetë përjashtuar, po. Unë jam natyrë që nuk kam marrëdhënie të cënuara me askënd. Pra do duhet një punë kolosale që të arrish të më heqësh qafet, domethënë ose të më bësh keq, por ama po e bëre. Se ta heqësh qafet. Ama po e bëre. Ke bërë një dëm të madh. Po e bëre. Goodbye, good luck. Ja vazhdo me pingun prapë. Ishte mirë të pingu. Po se që nga dhe kështu me buzë, më pëlqen nga forma buzëve. Buza e të shmëndur. Kujtja dhe puthin e fundit dhe kur? Kujtja dhash puthin e fundit dhe kur? Edhe kujtja dhe kur? Edhe kujtja dhe kur? Au. Për puthje të kasim puthje. Puthje, s'thot gjatë. Ti e interpreton si dush. Ja dhash mamas time. Në rregull. Kur? Mbrëm. Po mirë. Jepi një kap në i gjo për mund të utoha. Tundi ose mos del në një zezë. Mos del në tjetër, ja. Cilën këngë e konsideronin më të suksesshme? Po, kënga më suksesshme në bazë të klikimeve tash është Komshia, në bazë të views e tjera shikimeve. Këngë që neve na mbush shumë dhe mua më pëlqen, është krahët e tua do jem dhe mbi gjithçka.
Për vetën tënde ja kishe lëshu qatë këngë, po ja u vendërsoj. Mesazh. Do me thënë, po të thush mesazh, të gjithë e dinë mesazh. Po ke thonë mesazh, po ke thonë hoqike. Hoqike. Ke thënë West Side Family. Ajo është pasaporta ajo. Ec me stafin. Rego thingsat. Ta ka gjetë fiks këtë. Çfarë do të kishe thënë doktor Florit nëse do ishte gjallë? Gjiku ka pasnet më shumë me doktor Florin. Florit do t'i kisha thënë që ke ikë shumë shpejt plak edhe më mungon. Vazhdojmë me blu. Me blu. Probim blu. 3 emra që meritojnë famën që e ka. Po janë 3 emra që do t'i thush emra. West Side Family. West Side edhe Family, ja? West Side Family. Albina, pjesëtarja më e re e West Side Family. Do dhe i trevi. Nora i Strefi edhe Aleksandr Gjoga. Bën kadër. Arron kur. Qa ka në i gjo me ne të treja, me doktorina, me... Jo që nga ka ndodhë me pasaportat atje në aeroportin në aeroport. Po. Atë se arroj kur. Po. Ajo nuk arrohet, sepse është shumë histori, nuk është histori qesharake, se është pak dramatike, por në fund fare mbaroj me happy end. Me happy ending, po. Kështu që ajo është nga histori që unë sa arroj kur. Thujen qik publiku si me 2-3 fjalë. Me 2-3 fjalë është që ne ishim tek gate-i, po prisnim që të vinte të hypnim në avion dhe unë kisha një çantë madhe që kisha gjithë dokumentacionin tonë. Po. Pasaportën time, tëndën, kuletën, Florit, të gjitha i kisha atje dhe i kisha lënë në karrigen ku prisnim gate. Ndërkohë ne po hanim, po ushqenim tek restoranti që ishte afër. Dhe pam ndërkohë policat që erdhën aty, sikur u bëjnë çik si rëmuj, se ato policat kishin ardhur për diçka, po ne nuk e dinim çka kishin. Po këta më. Edhe ne në atë moment edhe po bënim çaka me policat. Me policat, po këta më çfarë. Dhe në momentin që ata policët ikin dhe ne do të çonim sepse do vinte momenti për të ikur në gate, duhet dhe të pagonim. Po. Aty un pash që çanta ime s'ishte. S'ishte çanta. Dhe kur shkova të kërkoja çantën, ata njerëzit që ishten aty më thanë që ju e keni harruar çantën, po, e keni te rajoni policisë. Ta morë policën që po bëjë shaka. Po, dhe te rajoni policisë pastaj doje 2 ditë me shku, se dola jashtë aeroportit. Po, pra aeroportit. Shkova atje, mora edhe erdha prap. Ka qenë shumë histori shumë ajo. Ka pas shumë tension derisa e gjetëm, por në fund fare është që e gjetëm. E fundit. Edhe një, po. Vazhdojmë? Jemi, ja? Kjo është e fundit. Dhe ne në Tiranë themi shpirti majmunit, se du pse e themi, po. Bravo. Sa mi që të dinë që këto? Bravo. Me cilin bashkëpunim keni ngelur të zhgënjur. Ja, kjo edhe e fundit. Një që s'mrabu. Ej, zot. Me cilin bashkëpunim keni ngelur të zhgënjur. Duhet të thënë që albumi 2 nuk e pati shkëlqimin e duhur, por e pati shkëlqimin e duhur ato këngë falë ndërhyrjes Dr. Florit. Pra mund t'ishte bërë një punë më e mirë me albumin e 2. Po, bashkëpunimi me disa nga me disa nga bashkëpunëtorët tanë. Po. Por që ndërhyrja e Florit në proces e përmirësoi procesin, e shpëtoi atë gjën. Pra, po e kthej kështu me pozitivitet. Bravo. Ashtu siç mund të keni parë e dëgjuar, ata kanë hapur zemrën dhe kanë folur për gjërat që më parë ju shikues të dashur nuk i keni ditur. Ky moment nuk kalon pa duar trokitur dhe Stavi Nzumi ka dhuruar atyre diçka simbolike për t'i falendëruar për kohën. Tabe është shumë, domethënë kështu. Tabem tani. Vjen për dorë.
neve para se ta hapim që mos thonë e pan dhuratën dhe u knaqen ose u zgënjyen. Ju jemi shumë mirënjohës dhe shumë falenderues që na keni përzgjedhur për intervistë. Urojmë që herës tjetër të vim neve në Kosovë dhe të kemi mundësinë të japim atje një intervistë. Na mungon Kosova, kemi shumë kohë që nuk e kemi pasur të njëjtin aktivitet si më parë. Urojmë që gjërat të ndryshojnë për mirë, edhe urojmë që të keni të gjithë shëndeta dhe të mira. Ta-ta, ta-da-da. Po. Shumë e bukur. Edhe neve kemi edhe Dr. Florin këtu si kujtim sepse thot West Side Family, edhe jemi shumë faleminderit për rrënqethjet, Goosebumps, faleminderit shumë edhe Faleminderit shumë për respekt. edhe po mendoja thash do zoti nuk është diçka që do mundet zihet kush ta mori në shtëpi. Por ky është një super trofe dhe një super dhuratë. Faleminderit Është shumë. një dhuratë që i takon West Side Family dhe ne jemi shumë krenar. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.